Ndërsa miti i dytë është që nuk duhen konsumuar frutat pas një vakti që ne konsumojmë. Duke menduar që konsumimi i këtyre frutave jo vetëm na bën keq në stomak, por në ana tjetër edhe fermentimi nuk ndodh mirë. Duhet kuptuar që fermentimi nuk ndodh në stomak, ndodh në zor, e para. Së dyti, stomaku jon nuk është si një kosh plerash që ne hedhim beturina dhe ato fillojnë të fermentohen. Stomaku ynë nuk e kupton atë që hedh frutin apo ushqimin. Ai merr të gjitha dhe i përpunon dhe fillon i ndan. Kjo është detyrë e tij. Aciditeti i stomakut nuk lejohet që të krijohet një fermentim. Pse? Se stomaku ka një pH 1.5 deri në 3, po flasim nga sipas njerëzve, në momentin e parë kur ne fusim, ka një mjedis shumë acid. Ku shumica e baktereve që do shkaktojnë fermentimin, se bakteret që shkaktojnë fermentimin ngordhin, pra eliminohen. Frutat njësoj si ushqimet të tjera janë njësoj. Fillojnë zbërthehen më njëherë dhe stomaku nuk di t'i dallojë. Dhe ato enzimat që ka stomaku që lëshon, qoftë pepsina, qoftë lipaza, qoftë amilaza për karbohidrat apo për yndyrnat e tjera, nuk mundet, pra nuk ka thelb biologjik që frutat kanë për t'u kalbur, se këto enzima vazhdojnë dhe e përpunojnë. Pra pas disa orësh gjithë ky ushqim ka për t'u derdhur në zorën e hollë dhe do vazhdojë. Dhe aty pastaj do fillojnë fermentimet që do lëshojnë nga enzimat e pankreasit, do lëshojnë mëlçia, përthithjet e tjera. Dhe këtu kemi një studim shumë të vjetër të parë në 2011, e cila është bërë te Gazeta e Klinikës të Nutricionit, e cila ka parë që konsumimi i frutave pas ushqimit nuk ndikojnë absolutisht të përthithja qofte mineraleve, qofte elemente të tjerë. Fryrja, në qoftë se ne kemi fryrje apo probleme me sindromën e zorës së irrituar, atëherë kemi një tjetër problem, sepse ne nuk e absorbojmë dot nivelin e fruktozës. Kjo mund ta shkaktojë gazra dhe personat duhet ta eliminojnë frutën pas ushqimit. Por kjo nuk ndodh te njerëzit që janë të shëndetshëm. Madje përfitimi i frutave pas ushqimit që kemi konsumuar dhe në historinë tonë njerëzore, pra edhe gjyqëtarëve më parë, është parë dhe në gazetën e nutricionit në 2020 që ulte indeksin glikemik të vakteve, shtonte më shumë fibra dhe punën më mirë të peristaltikës së zorës dhe jepte më tepër energji dhe mbronte edhe nga problemet e dëmshme të që ne marrim nga ushqimet e yndyrshme, duke ulur, neutralizonte radikalet e lira, nxiste volumin e feqes për të dalë jashtë. Prandaj rekomandimi është që ne mund të konsumojmë frutat si para vakteve dhe pas vakteve, nuk ka ndonjë që duhet kemi ndarje, po, por çdo frut është ide. Në qoftë se do kemi probleme gazrat apo kemi probleme sindromës së zorës së irrituar, atëherë ta provojmë që të konsumojmë 2 orë pas ndoshta ushqimit ose edhe më parë ose edhe më pak fruta se duhet. Kryesori është që frutat duhet të jenë të pjekura, duhet të konsumuar në sasi normale dhe janë të sigurta pas vakteve. Pra, kjo nuk është një mit që është thënë deri tani dhe që po e dëgjojmë kudo. E kuptoj. Kjo bëhet fjalë për vlen për gjitha llojet e frutave që ne kemi dëshirë të konsumojmë edhe pas ushqimit, ë? Nuk ka ndonjë ndarje. Sidomos ananasi dhe papaja janë shumë të rekomanduara pas ngrënies të një vakti, nga niveli i lartë i enzimave që rregullojnë problemet e tretjes dhe të zorës, por rregullojnë dhe mukozën e zorës, bëjnë një balancim po ashtu edhe të nivelit të bakterial.